Pikërisht kur jemi në këtë pikë, ndërsa jemi në Gjilan, unë pashmang shumë të them pak fjalë për një personalitet veçantë, me që janë trallë popujt në botë me një histori të tillë si populli ynë, me përpjekje shekullore e sakrificës shekullore për të jetuar të lirë, luftra të shpeshta, vrasje, rrëmbime, zhdukje me forcë, rënje, ngritje ose si Feniksi, deri tek mbijetesa e popullit, dhe në këtë historisëri pashmang shumë një nga figurat më emblematike mbetet ajo Mulla Idris Gjilanit. Dhe Mulla Idris Gjilani mbetet një shembull unik i adhetarit dhe veprimtarit për çështjen kombëtare dhe një prisje fetare ushtarak, dhe sipas danave edhe të familjes, po dhe historianëve, vendodhja e tij mbetet e panjohur që nga nëntori 49-s. Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme, edhe pse është rast për te mandatit, them komisioni ministrat kanë pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me familjen e Mulla Idris Gjilanit, me djalin e tij që ka ndruar jetë muaj më parë, zotin Nisa Mulla Idrizi, dhe përkundër përpjekjeve të vazhdueshme bashkë me Politin Sud Mjekësisë Ligjore, me Agjencionin Forenzikës për Laboratorin Prishtinë, përpjekje për të identifikuar disa pjesë kockore që ishin gjetur në hymjet e qytetit të Gjilanit. Prapë nuk ka pas përputhje dhe realisht i bie ajo që thash që vendodhja e Mulla Idris Gjilanit, herojit kombit, mbetet e panjohur, por sigurisht nuk mund mbetet e panjohur historia dhe kontributi i tij, ashtu siç e thash, si duhet gjithsesi me shpreh këtë rast mirënjohjen edhe për familjen e Mulla Idris Gjilanit, po edhe për gjitha familjet e personave të zhdukur edhe gjatë luftës fundit në Kosovë, të cilët e kuptonë më parë janë njerëz mafisnik së shoqërisë.